Zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit 2017 në Shqipëri sollën përfundime surprizuese në jo pak qarqe të vendit, kur flasim për rezultatet dhe emrat. Befasit nisën me Tiranën, qarkun më të madh në vend që ka si produkt plot 34 mandate. Dy risit e këtyre zgjedhjeve, partitë që u duk se lulëzuan në këtë fushat elektorale, Libra e Bemblushit dhe Sfida e Gjergj Bojaxhi, nuk arritën të kapërcenin as pragun prej 3%, që është kufiri minimal për mandatet dhe vendimtar, veçanërisht për partitë e vogla. Në dilem mbetet edhe mandati i vetëm i PD-s për Tiranën, pretendent për të cilin është kryetari i subjektit Shpëtimi Drizi, i cili rrezikon ulsen e deputetit pas 2 mandatesh të fituara në Parlamentin shqiptar. Nga ana tjetër e ka humbur mundësinë e rikthimit në ulsen e parlamentit ish deputetja e PD-s Mesila Doda, e listuar e dyta në këto zgjedhje parlamentare. Një vend tjetër ku PD-ju pretendonte terren ishte qyteti i Fierit, ku nuk arriti të merrte asnjë mandat. Ish deputeti i LSI-s, i cili kandidonte i 19 në listën e kryeqytetit, Spartak Braho, nuk arriti gjithashtu të fitonte mandatin e deputetit për këto zgjedhje. Rikthim të fuqishëm në një prej bastioneve të saj historike shënoi Partia Demokratike në Shkodër, rikthim surprizues i PD-s, që po e mban fort pas kthetrave bastionin e saj. Demokratët tashmë kanë kaluar në avantazh ndaj Partisë Socialiste, duke u shkëputur me 407 vota. Në këtë mënyrë, Partia Demokratike i rimerr mandatin e 5 Partisë Socialiste. Por pavarësisht forcës së rikthyer të Partisë Demokratike në qarkun e Shkodrës, suksesi i Partisë Socialdemokrate, ku garon si deputet Tom Doshi, ishte një tjetër element i paparashikueshëm për rezultatin final të këtyre zgjedhjeve. Doshi dhe subjekti politik që ai përfaqëson ka arritur të thejë edhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, duke u renditur forcë tretë për Shkodrën pas Partisë Socialiste. Forcë e parë ishte slogani dominant i Lëvizjes Socialiste për Integrim në këtë fushatë elektorale, por LSI rezultoi forcë e parë vetëm në Bashkinë e Skraparit në qarkun Berat. Ndërkohë Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë gjithashtu vetëm një mandat në qarkun e Dibrës, që i takon kandidatit që printe listën e këtij subjekti përparim Spahiu. Edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani nuk arriti të fitojë mandatin e deputetit në qarkun e Vlorës. Tritan Shehu merr mandatin e vetëm në Gjirokastër, duke përjashtuar mundësinë e një ulse për vetë kryetarin e Partisë Demokratike të këtij qarku, Roland Beko. Agron Duka, që kandidonte i 5 në listën e Durrësit nga radhët e Partisë Demokratike, nuk e fitoi dot betejën e ulses në këtë qytet.